Lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është përmendur si një figurë politike me mbështetje të gjerë brenda kampit opozitar, pavarësisht sfidave dhe zhvillimeve politike që e kanë shoqëruar në vitet e fundit. Në qendrime publike është theksuar se ai ka vijuar aktivitetin politik dhe ka ruajtur mbështetjen e një pjese të konsiderueshme të elektoratit opozitar. Ndërkohë, procesi zgjedhor për strukturat e Partisë Demokratike në Kavaj është zhvilluar në kushte qetësie dhe normaliteti. Votimi është organizuar në hollin e kinemas së qytetit dhe ka nisur në orën 8 të mëngjesit, ndërsa pritet të përfundojë në orën 6 të pasdites. Organizatorët kanë vlerësuar pjesëmarrjen si të lartë dhe procesin si të rregullt, pa incidente të raportuara. Dy kandidatët për drejtimin e degës lokale, Arta Arkaxhiu dhe Rudin Hylviu, kanë shprehur mbështetje për lidershipin e partisë dhe kanë theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të brendshëm pavarësisht rezultatit të garës. Ata janë shprehur gjithashtu të gatshëm të pranojnë dhe mbështesin njëri tjetrin në funksion të forcimit të strukturave të partisë në nivel lokal. Unë falenderoj gjithë votuesit e Partisë Demokratike, gjithë antarësinë, sepse në dëshirën e lirë të tyre, ata kanë konfirmuar edhe një herë lidhjen historike Partisë Demokratike. Zotin Sali Berisha është një lider që i përballet keqes të këtij pushteti të korruptuar. Për sa i përket kandidimit tim në zonjën Arta Arkaxhiu, ne mendojmë që të bëjmë më të mirë në qytetit, si unë ashtu edhe për Arta Arkaxhiu, është një zonjë denjë, që edhe në qoftë se fiton ajo, është njeriu i duhur për qytetin tonë. Kemi dy kandidatë kontribues Partisë Demokratike ndër vite, unë dhe Rudini. Gara është mes, fitoft më i miri, sido që të shkoj gara, të dy jemi kontribues Partisë. Në të njëjtën linjë, kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, ka shprehur mbështetjen e tij për Berishën, duke vlerësuar rolin e tij në ekzistencën dhe zhvillimin e Partisë Demokratike. Sapo votova për profesor doktor Sali Berishën për konfirmimin e tij i cili mban peshën dhe barrën kryesore të opozitarizmit në Shqipëri. Gjithashtu votova edhe për kandidatët për kryetar të Partisë Demokratike Deja Kavaj. Gjatë fjalës së tij, ai ka theksuar gjithashtu nevojën për energji të reja dhe riorganizim të strukturuar brenda degës lokale të partisë. Deja Kavaj po hap një proces riorganizimi për shkak të që jemi edhe afër zgjedhjeve lokale. Kemi nevojë për një organizim, kemi nevojë për energji të reja, për një gjë akoma dhe më të fuqishme, siç po vjen 2027. Kavaja ka treguar me vepra, Kavaja ka treguar me fakte. Do vazhdoj të tregoj dhe do vazhdoj të rrisi performancën si deg pa diskutim, të cilës është dega e parë në Shqipëri që është krijuar, kështu që do mbaj peshën në barrën kryesore në zgjedhje dhe në rrugtimin e Partisë Demokratike dhe rikthimin e saj në pushtet. Procesi i votimit vijon të mbetet i qetë dhe në monitorim, ndërsa pritet përfundimi i numrit dhe shpallja e rezultatit brenda orarit të parashikuar.